Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Feja, përtej atij aspektit emocional, është parime dhe principe. Te i kalimi këtyre parimeve dhe principeve, ndonjëherë mund të na çojë në devijim, edhe nëse qëllimet i kemi të mira. Prandaj është porosi fetare që udhëzimit kuranor dhe profetik ti përmbahemi me saktësi në mënyrë që të ecim të sigurt në rrugën e drejtë. Po kështu ti përmbahemi edhe këshillave të brezit të parë, respektivisht sahabeve, për cilët ka dëshmuar i dashuri ynë Muhamedi, paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të. Të nderuar teleshikues, sot me lejen e Allahut, në këtë takim tonin që është i dyti me radhë brenda kësaj serie, do të flasim për këshillat e një sahabiu të nderuar, Muadh bin Gjebelit, i dalluar për dijen dhe virtytet. Ai, siç transmetohet, njërit prej atyre besimtarëve që kanë kërkuar prej tij një këshill, i ka thënë kësaj: falo dhe fle, agjëro dhe ha, fito, por mos bëj mëkat, ke frikë Allahun dhe mos vdes ndryshe vetëm se duke qenë besimtar, dhe ruaju nga lutja e atij që i është bërë padrejtësi. Pra, këto janë 5 këshilla të këtij sahabiu të nderuar, Muadh bin Gjebelit, të cilat kanë një rëndësi të jashtëzakonshme. Përpara se ne t'i shpalosim dhe t'i detajojmë, do donim që të bënim një përmbledhje biografike rreth këtij sahabiu të nderuar, në mënyrë që ju të nderuar teleshikues të jeni në dijeni se për çfarë personaliteti madhështor jemi duke folur dhe prej kujt jemi duke marrë këto këshilla që janë kaq me vlerë. Muadh bin Gjebeli është Medinas. Është prej atyre sahabeve që ka pranuar Islamin, llogaritet që ka pranuar Islamin qysh në moshë të hershme, duke qenë si 18 vjeçar. E ka pranuar Islamin, madje ka marrë pjesë në ato takimet e Akabes që Muhamedi alayhi salatu wassalam i ka mbajtur para se të migronte në Medinë. E ka pranuar Islamin në këtë moshë dhe ka vdekur relativisht i ri. Ka vdekur ende pa i mbushur të 40. Por pavarësisht kësaj, për shkak të sinqeritetit, për shkak të dijes, ai ka arritur që të hyjë në listën e sahabeve më të nderuar, e sahabeve më të çmuar, e sahabeve që kanë tipare që i dallojnë prej të tjerëve. Ka marrë pjesë në të gjitha betejat me Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe pikërisht për shkak të vlerave edhe është angazhuar për shembull në Mekë si mësues i Kuranit dhe si mësues i fesë, kur Muhamedi alayhi salatu wassalam ka marrë një udhtim. Po kështu ka qenë edhe i dërguar i tij në Yemen. Muadhi në Medinë është vllazëruar me sahabiun e nderuar, me Abdullah ibn Mesudin. Siç keni dëgjuar, Abdullah ibn Mesudi, Allah të qoftë i kënaqur me të, është njëri prej dietarëve të sahabeve. Është njëri prej dietarëve të ummetit. Dhe ky vllazërim ndërmjet Muadhit dhe ndërmjet këtij sahabiu të nderuar, ndërmjet Abdullah ibn Mesudit, mund quhet si them një lloj vllazërie shkencore e para e llojit të vet në histori. Ne kemi dëgjuar për familje shkencore, pra që janë përkushtuar dijes dhe shkencës si familje, ndërsa në këtë rast ne kemi 2 besimtar të cilët janë vllazëruar, i ka vllazëruar feja dhe kanë qenë të dalluar për dijen, kanë qenë të dalluar për vlerat e tyre. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë se Kurani merret prej
4 vetave. Në mesin e tyre e ka përmendur Muadhin, e ka përmendur edhe Abdullah ibn Mesudin. Për kitazi me Muadhin, Muhamedi alayhi salatu wassalam, pra kemi dëshminë e tij, ka thënë se është njeriu që njeh më së miri halalin dhe haramin. Pra është një prej këtyre sahabeve të ditur, i cili përkitazi me çështjet e halalit dhe haramit është referencë. Madje siç është përmendur në disa versione, Muadhi ka qenë prej atyre sahabeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam që në gjallë të tij ka dhënë fetva. Sigurisht se po të mos e kishte miratimin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, nuk do ta bënte një gjë të tillë. Po të mos besonte Muhamedi alayhi salatu wassalam në dijen e tij, nuk do ta lejonte që të jepte fetva. Dhe ky fakt se ai e ka bërë këtë gjë, flet se ka pasur respektin e Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe jo vetëm. Nderuar vëllezër, Muadhi ka pasur një tretman të veçantë prej Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe ja ka thënë një fjalë Muhamedi alayhi salatu wassalam që të gjithë besimtarët prej kohës së tij e deri në amshim do ta xhelozojnë për këtë fjalë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam një ditë i ka thënë Muadhit: "Ja Muadh, wallahi inni la uhibbuk." O Muadh, të betohem në Allah se unë të dua ty. A ka fjalë më të madhe për një besimtar? A ka gëzim më të madh? A ka siharish më të madh se ti thuhet se i dërguari i Allahut e do madje edhe duke u betuar? O Muadh, unë betohem në Allahun se të dua. Prandaj Muadhi, se them, ka gëzuar simpatin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, simpatin e sahabeve, simpatin e besimtarve vazhdimisht. Madje Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, duke përshkruar Muadhin, ka thënë: "Nënat nuk do të lindin një Muadh të dytë." Pra nuk ka më një njeri të ngjashëm sikur Muadhi, Allahu qoftë i kënaqur me të. Abdullah ibn Mesudi, i cili ka qenë vllazëruar me të, e ka përshkruar se ummeten qanita. Muadhi është, si thuash, një njeri i cili ka përmbledh ato vlerat dhe virtytet që mund t'i ketë një ummet i tërë, dhe i cili është dalluar për ulshmërinë para Allahut te bareke ve teala. Muadhi, siç kanë thënë disa prej biografëve, nuk ka lënë pas vete fëmijë. Mirë po ka lënë një kujtim të mirë, i cili e ka bërë që të rrojë emri i tij të përjetësohet deri në ditën e llogarisë. Para se të vdiste, dhe siç përmendin biografët, ka vdekur në moshën 38 vjeçare, ka qenë viti i 18 sipas hijretit, ka qenë koha e sundimit të Omerit, Allah qoftë i kënaqur me të. Para se të vdiste ka thënë: "O Zoti im, ti e di se unë të kam pas frikë, ndërsa sot që më është afruar vdekja, unë shpresoj në ty, shpresoj në faljen tënde. Zoti im, ti e di se unë nuk e kam dashur jetë gjatësinë në mënyrë që të bëj që të rrjedhin lumenj dhe as që të mbjell pemë, mirë po e kam dashur jetën që të agjeroj në ditët me vapë, që netët t'i kaloj në adhurim dhe që të angazhohem për ta kërkuar dijen." Muadhi vdiqëri, por pas vetes la këtë bagazh, la këtë përshtypje që një ummet i tërë e ka për të. La këtë dije e cila emrin e tij do ta bëjë të mos harrohet kur deri në amshim. Se sa i ditur, se sa i thellë ishte në dije Muadhi, ne me lejen Allahu te bareke ve teala do të mësojmë edhe nga shpalosja e këshillave të tij, të cilat për te këshillave, siç do të vrejmë, janë koncepte të thella fetare, janë botkuptime të cilat nuk duhet t'i neglizhoj asnjë besimtar.
Po fillojmë me emrin e Allahut me dy këshillat e para. Njeriu që kërkoi një këshill prej tij, Muadhi i tha: "Falu dhe fli. Agjëro, mirë po edhe ha." Pra, janë këto këshilla që ndoshta sipërfaqësisht mund duken të thjeshta, ose mund duken këshilla të rëndomta, por që në të vërtetë nëse ne i shpalosim, nëse ne i analizojmë, i shqyrtojmë, do të vrejmë se ato janë në të vërtetë produkt i asaj që Muadhi e ka mësuar nga i dërguari i Allahut. Janë rezultat i edukimit të cilin e ka marrë nga i dërguari i Allahut, nga se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka qenë ai që i ka mësuar sahabët jo thjesht për fetarinë, por edhe për principet, për ato pikat që përcaktojnë se cila është fetaria e duhur dhe pranuar, dhe rastet kur një fetari edhe mund të i kaloj atë limitin dhe nga diçka e mirë mund të kaloj edhe në mëkat. Abdullah ibn Amri rrëfen se Muhamedit alayhi salatu wassalam i kishte shkuar lajmi se unë po them, pasha Allahun, do të agjeroj çdo ditë të jetës sime. Abdullah ibn Amri, një sahabi i nderuar, i dalluar po kështu edhe për dijem prej sahabinëve të rinj, ka vendosur që të afrohet tek Allahu duke e bërë këtë përkushtim, pra që çdo ditë të jetës së tij të agjeroj. Kur Muhamedi alayhi salatu wassalam u lajmërua për këtë rast, sigurisht se nuk heshti përballë tij, për shkak se ndonse është bërë me qëllim të mirë, megjithatë veprimi nuk ka qenë i duhuri. Prandaj i tha Abdullahut: "Unë kam dëgjuar se ti je prej atyre njerëzve që kanë thënë kështu dhe kështu, pra se do të agjerosh gjatë të jetës." Tha po, Muhamedi alayhi salatu wassalam i tha: "Nuk mund ta përballosh këtë gjë. Nuk mund që të vazhdosh deri në vdekje, nga se ne jemi të përbërë nga aspekti shpirtëror, por edhe aspekti fizik. Dhe agjerimi i pandërprerë në një farforme është i pamundur, nga se e shkatron anën fizike të besimtarit dhe përpasoj ka largimin e tij prej detyrimeve që feja i kërkon prej tij, qofshin këto fetare, qofshin familjare, qofshin shoqërore. Prandaj në vend të kësaj, Muhamedi alayhi salatu wassalam i tha: "Nëse agjeron çdo 3 ditë të muajit, është sikur të kesh agjeruar tër muajin, nga se një ditë shpërblehet me 10 sosh, që i bie se për 3 ditë ti ke sevapin, ke shpërblimin e 30 ditëve të agjerimit." Abdullahu thot kësaj: "Unë i thash Muhamedit alayhi salatu wassalam, unë mund të përballoj edhe më shumë se kaq." Atëherë Muhamedi alayhi salatu wassalam më tha: "Agjeron një ditë, ndërsa 2 ditë tjera ha." Pra, një ditë agjeron, 2 ditë tjera pushon, fillon ditën e tretë. I thash: "Unë mund të agjeroj edhe më shumë, mund të përballoj edhe këtë." Tha: "Atëherë agjeron një ditë dhe ditën tjetër ha." Dhe ky është agjerimi i profetit Davud dhe është agjerimi më i mirë. Abdullah tha: "O i dërguari i Allahut, unë mundem edhe më mirë." Atëherë i dërguari i Allahut ndërhyri dhe i tha: "Nuk ka më mirë se kaq." Pra, ky është ai limiti i fundit. Ky është ai kufiri që nuk mund të i kalohet, për shkak se bëhet fjalë për adhurim fakultativ, adhurim vullnetar. Prandaj përtej kësaj që ka bërë profeti Davud, paqja e Zotit qoftë mbi të, nuk lejohet që ti ta bësh. Nuk ka agjerim më me vlerë se agjerimi i vëllait tim Davudit, ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pra, ajo që neve na intereson të nderuar vëllezër këtu, është se
në këtë këshill të Muhamedit alayhis salatu wassalam ka si thuash edhe një lloj trajtimi nga aspekti fizik. A mund që njeriu ta përballoj agjerimin deri në vdekje, pra pa ndërprerje të agjeroj çdo ditë? Jo. Madje vet Abdullahu, siç qëndron në disa transmetime, kur është plakur ka thënë sikur ta kisha marrë këshillën e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Nga se nuk mundet që ta përballoj një gjë të tillë. Prandaj Muhamedi alayhis salatu wassalam i ka dhënë një këshillë e cila është e kapshme, është e mundshme për të kryer fizikisht dhe është, si thuash, limiti i fundit që një besimtar duhet ta bëj. Nga se, siç përmendëm edhe në fillim, madje disa herë, ajo që neve duhet na interesoj të nderuar teleshikues është se nëse anën tonë fetare e rrëmben aspekti emocional dhe jo aspekti parimor, ne mund të rrëshqasim thellë në devijime, në lajthitje, nga se feja për te i kësaj, për te aspektit emocional, ka rregulla, ka parime, ka atë që ne e quajmë sunet. Pra, mënyra se si duhet manifestuar fen dhe cilës nuk duhet t'i ikim. Dhe pikrisht me këtë fakt, Muhamedi alayhis salatu wassalam i ka flakur këto botkuptime që kanë qenë gabuara përkitëzi me ngarkimin e vetës me adhurime të shumta. Pra, ai ka sjell veten e tij më qartë, ka sjell veten e tij si shembull. Ka qenë besimtari më i mirë, ka qenë njeriu që ka njohur Allahun më së miri dhe shëmbëltyra e tij është absolutisht me përsosura, me tekst Kur'anit dhe me fjalë të tij. Dhe ata që dëshirojnë të adhurojnë Allahun, atëherë duhet të mjaftojnë me përshkrimet, me udhëzimet e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Për arsye se është transmetuar se një ditë në shtëpinë e tij kanë shkuar 3 njerëz. Nuk ka qenë Muhamedi alayhis salatu wassalam në shtëpi dhe janë njoftuar për mënyrën se si Muhamedi alayhis salatu wassalam me adhuron Allahun xhallahu ala. Prandaj ata kanë vendosur që bëjnë diçka që fatkeqësisht ka qenë ekstreme. Diçka që feja nuk e mbështet. Diçka që është edhe përtej natyrës njerëzore. I pari prej tyre ka thënë se do të agjeronte çdo ditë të vetme të vitit. Pra, çdo ditë nuk do të hante, vetëm do të vazhdonte me agjerim. I dyti ka thënë se ai do të kalonte tërë natën në adhurim. Dhe i treti erdhi dhe tha se ai do të largohej prej grave. Pra, nuk do të flinte me gratë e veta. Kur Muhamedi alayhis salatu wassalam u kthye në shtëpi dhe u informua për këtë mysafir, ai nuk lejoi që bindje të këtilla, praktika të këtilla të përhapshin në mesin e shokëve të tij. Prandaj i takoi këta njerëz dhe ju tham: a jeni ju ata që keni ardhur në shtëpinë time dhe pasi keni dëgjuar për praktikat e mia fetare, keni thënë se do të veproni kësaj, se njëri prej jush do të agjeronte vazhdimisht, se tjetri do të kalonte tërë natën në adhurim, se i treti nuk do të flinte me gratë e vetën? Tham, po, i dërguari i Allahut. Atëherë Muhamedi alayhis salatu wassalam e tha këtë fjalë që është kriter dhe cilin ne duhet ta kemi parasysh, ta për Zotin. Unë jam ai që kam më së shumti frikë Allahun xhallahu ala. Unë jam besimtari më i devotshëm. Megjithatë, unë falem dhe pushoj. Unë agjeroj dhe ka ditë kur e prish agjerimin. Dhe unë nuk largohem nga gratë. Unë nuk largohem nga gratë e mia. Pastaj tha Muhamedi alayhis salatu wassalam: "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Ai njeri i cili largohet nga praktika ime, largohet nga udhëzimi im, largohet nga mënyra se si unë e manifestoj fen, ai nuk më përket mua. Ai njeri nuk më përket mua. Për arsye se unë jam i dërguari i Allahut, Allah më ka dërguar për ta shpjeguar fen. Dhe kjo që unë po bëj është ajo që Allah më ka mësuar. Prandaj nëse jo
sillni diçka të re përtej kësaj që unë po e bëj, atëherë dijeni se keni gabuar dhe se nuk meritoni që ta keni nderin e përkatësisë time, edhe nëse adhurimet që i bëni me qëllim të mirë. Në një rast tjetër, Muhamedi alayhi salatu wassalam është lajmëruar për njërin prej shokëve të tij të dalluar, Uthman ibn Mad'unin, i cili duke dashur që të afrohet tek Allahu te bareke ve teala, kishte menduar për format të murgrisë. Pra, kishte menduar ato format ekstreme që mos afrohej më kurrë te gratë. Muhamedi alayhi salatu wassalam i tha kësaj: Ja Uthman, inna ar-rahbaniyata lam tuktab alejna. O Uthman, Allahu nuk na ka ngarkuar me murgrin. Efema laka fija uswa. O Uthman, ti a nuk ke shembull në mua? Unë a nuk jam model për ty? Mënyra se si unë e adhuroj Allahun, mënyra se si unë e manifestoj fetarin time, a nuk është model për ty? A nuk është shembull për ty? A nuk është praktik që ti duhet ta ndjekësh? Fe wallahi inni akhshakum lillah wa atqakum wa ahfadhukum li hududi. Sepse unë po të betohem në Allah, unë jam njeriu që më së shumti e kam frikë Allahun, wa ahfadhukum li hududi, dhe njeriu që i përmbahet në mënyrën më strikt të mundshme kufive të Allahut. Pra, unë nuk i shkelin ndalesat e Allahut xhallahu ala. Unë veproj vetëm brenda kornizave të lejuara që Allahu te bareke ve teala i ka përshkruar. Po kështu, ajo që duhet ta kemi parasysh ndërsa flasim për këtë këshill kaq madhore të këtij sahabiu të nderuar Muadhit, është se brenda saj fshihet rregulli i art islam për të baraspeshuar çështjet shpirtërore dhe fizike. Ne si besimtar jemi të thirrur që të interesohemi për ahiretin, mirë po të interesohemi për ahiretin duke mos e braktisur edhe dynjan. Pra, të bëjmë një lloj bashkimi ndërmjet çështjes shpirtërore dhe materiale, ose asaj që quhet si ekuilibrim ndërmjet anës shpirtërore dhe materiale. Është transmetuar se Selmani radiallahu anhu është vllazëruar me Ebu Dardan, dhe Ebu Dardaja me qëllime të adhurimit kishte ndjekur disa praktika që e kishin bërë në një farë forme që detyrimet ka shi gruas së tij t'i linte, nëse mund të them, në plan të dytë. Gruaja e tij ishte ankuar Selmanit, i cili e kishte thirrur Ebu Dardan, e kishte vizituar në të vërtetë dhe i kishte thënë kësaj: O vëllai, ti ke detyrime ndaj Allahut, detyrime ndaj vetes sate, detyrime ndaj gruas. Fa'ti kulli dhi haqqin haqqa, andaj përmbushe secilin detyrim që ke ndaj këtyre që i përmendëm. Pra, ti do t'jesh besimtar i mirë nëse e përmbush detyrimin ka shi Allah, detyrimin ka shi vetes sate për të pushuar, detyrimin ka shi familjes, ka shi gruas për të kaluar kohën me të, dhe do t'jesh besimtar, do t'kesh fetari të vlerësuar, në qoftë se ti secilit ja jep të drejtën që i takon. Ebu Darda, Allahu qoftë i kënaqur me të dhe me të gjithë sahabët, e kishte lajmëruar Muhamedin alayhi salatu wassalam për këtë gjë, për fjalët e Selmanit, për çka Muhamedi alayhi salatu wassalam kishte thënë se Selmani e ka thënë të vërtetën. Pra, është miratim nga ana e Muhamedit alayhi salatu wassalam se fetaria e vërtetë është ajo që bashkon ndërmjet këtyre elementeve, ajo që na bën të bëjmë një jetë të ekuilibruar ndërmjet materiales dhe shpirtërores, ndërmjet fesë dhe dynjas, ndërmjet obligimeve që i kemi personale dhe për familjen. Ne, nderuar vëllezër, po bëjmë një pushim të shkurtër,
por të kthyer sërish me lejen e Allahut te bareke ve teala me disa këshilla tjera të Muadhit që janë vërtet të vlefshme. Qëndroni me ne. Ja u kthyem sërish me lejen e Allahut te bareke ve teala për të vazhduar me këshillat e sahabiut ton të dashur Muadhit, Allahu qoftë i kënaqur me të. Në pjesën e parë bëm një përmbledhje biografike rreth jetës së tij dhe shpjeguam 2 këshilla, ndërsa tani me lejen e Allahut xhallahu ala ne do të shpjegojmë këshillat tjera. Muadhi, besimtarit që kërkojnë një këshill prej tij, i tha fiton, por jo duke bërë mëkat. Pra, fiton duke qenë i ndershëm. Ne si besimtar e kemi për detyrë që të kuptojmë se fetaria jon shtrihet edhe përtej xhamisë. Fetaria jon shtrihet edhe përtej namazit. Fetaria jon nuk është parciale, nuk është e pjesshme, nuk është që manifestohet në një fushë dhe jo në fusha të tjera. Fetaria jon fillon që nga momenti kur zgjohemi e deri në momentin kur zgjohemi sërish. Pra, edhe për gjumin ne kemi rregulla, kemi mësime fetare. Prandaj nuk ka diç në jetën tonë që mund thuhet se nuk ka këshilla dhe udhëzime fetare se si duhet ne që ta bëjmë atë. Prandaj Muadhi po jep një këshillë e cila e ka peshën e vet fetare pothuajse të pakrahasueshme. Muhamedi alayhi salatu wassalam një ditë ka shkuar në treg dhe ka parë që disa kanë bërë ato nëse mund t'i quajmë mashtrimet me artikujt ushqimor dhe ka thënë një fjalë e cila është rregull të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra. Ka thënë kush na mashtron neve, ai nuk është prej nesh. Pra, ai njeri, ai besimtar që nuk e shtrin fetarinë e tij edhe në tregti, edhe në biznesin që ka, ai njeri nuk është prej nesh. Për arsye se ka bërë diçka që realisht e dëmton fetarinë e tij. Ka bërë diçka që fetarinë e tij mund të them e kthen në një gërmadh. E kthen në diçka të pashpirt, në diçka madje të frekshme, në diçka që nuk prodhon ndonjë efekt ndërmjet tij dhe Allahut. Pra, fetaria e cila është e zhveshur nga brenda, e cila nuk ka shpirt, e cila nuk shtrihet në çdo pore të jetës, është fetaria e cila nuk na lidh me Allahun. Ndëruar vëllezër, fetaria e këtillë nuk na lidh me Allahun. Se Muhamedi alayhi salatu wasallam ka përmendur një ditë një njeri i cili ka qenë në rrugë, ka qenë ndoshta edhe në hall, edhe në brenga, në dete, dhe mënyra se si është përshkruar, pra ka qenë në rrugë, ka qenë flok shprishur, ka qenë i pluhurosur, i ka ngritur duart ka qielli, ka thënë vazhdimisht është përgjëruar o Allah, mirë po nuk i është pranuar lutja. E dini pse? Pikërisht për shkak të fetarisë së mangët, për shkak të fetarisë së pjesshme, për shkak të fetarisë e cila nuk është shtrirë edhe në tregtinë e tij, në biznesin e tij, në jetën e tij tregtare. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasallam, ushqimi i tij është haram, pija është haram, ai ka bërë këto gjëra në mënyrë të palejuar. Fa anna yustajabu lahu. E si të përgjigjet Allah? Nëse ke biznes haram, nëse zhvillon tregti të palejueshme, nëse i mashtron besimtarët në tregtinë tënde, si mendon se do të përgjigjet Allahu xhallahu ala? Ose me fjalë tjera, ti nuk je besimtar i denj, nuk je prej atyre që meriton përkatësinë e dashurit të Allahut Muhamedit alayhi salatu wassalam. Për arsye se dashurit e mi ka qenë praktik, siç ka thënë Ibn Sirini, Muhammed bin Sirini, ka qenë praktik të parët që fetarin
e kam parë tek dinari dhe dirhemi. Pra, për ta vlerësuar dikën se sa është fetar dhe sa jo, kanë shikuar se në tregtinë e tij, në biznesin e tij, në punët që i ka bërë, ka qenë korrekt apo jo. I ka mashtruar njerëzit apo jo. Prandaj, nëse ne duam që të jemi të drejtë, që të kemi fetari të mirë, atëherë ne duhet që të ashtrim fetarin tonë edhe në këtë fushë. Dhe duhet të ndjekim shembuj të më të përkryer të mundshëm. Shembull kemi dashurin tonë Muhamedin alayhis salam, i cili ka punuar. Shembull kemi Davudin alayhis salam që e përmendëm më parë për adhurim dhe i cili nuk është shembull vetëm në këtë drejtim, por është shembull edhe në fitimin e jetesës. Muhamedi alayhis salam ka treguar se Davudi ka qenë mbret, por ka qenë edhe farktar, ka punuar me dorën e tij dhe ka ngrënë vetëm nga ajo që ka fituar me dorën e tij. Pra, është një shembull që e gjen në fushën e adhurimit, por shembull që e gjen edhe në këtë fushë, në fushën e fitimit të idarës, në fushën e furnizimit, në fushën e fitimit të jetesës. Këshilla tjetër e sahabiut ton të dashur e Muadhit është që ne të mos vdesim ndryshe, vetëm se duke qenë musliman. Është një këshill e rrallë, këshill me përmbajtje të jashtëzakonshme, këshill që në fakt është e shkputur tekstualisht edhe nga Kur'ani. Allahu Jalla wala ka thënë në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." O ju që keni besuar, keni frikë Allahun me një frikë të vërtetë. Pra, jo me fetari formale, por me fetari burimore, originale, me fetari që ka përmbajtje. Dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë si besimtar. Dietarët musliman kanë dhënë shpjegime të jashtëzakonshme këtij ajeti kuranor, që neve na i parafrojnë ato kuptimet e synuara në këshillën e Muadhit, Allahu qoftë i kënaqur me të. Abdullah ibn Mesudi ka përmendur se ajo që ne thirremi ta bëjmë në këtë ajet kuranor, kur Allah po na thotë që t'ja kemi frikën prej së vërtetë, pra frikë të një mend, frikë të vërtetë, është që ne t'i bindemi e të mos e kundërshtojmë. Ta përmendim e të mos e harrojmë, ta falenderojmë dhe të mos jemi mos me njohës ndaj tij. Pra, unë ja kam frikën Allahut, në qoftë se unë jam prej atyre që i bindem Allahut, jo që e kundërshtojmë. Unë ja kam frikën Allahut, në qoftë se unë jam prej atyre që përmendi Allahut, jo që e harroj. Unë ja kam frikën e vërtetë Allahut xhallahu ala, në qoftë se falenderoj për të mirët që mi ka dhënë, dhe jo nëse shfaqim për buzje ka shik këtyre të mirave ose mos me njohje. Pra, ky është kuptimi i asaj fetarisë së vërtet, asaj frikës, asaj takvas dhe devotshmërisë. Enesi radiallahu anhu ka thënë se për qëllim me këtë është që të ruajmë gjuhën, pra që gjuha jonë tjetë e lagur me përmendjen Allahu xhallahu ala, që gjuha jonë të thot fjalë të mira, që të mos shajmë, të mos fyjmë, të mos përgojojmë, të mos bëjmë mëkate që në njëllosin fetarin tonë. T'jesh prej atyre që duan që të vdesin si besimtar, nënkupton që ti përmbahesh fesë gjatë gjithë kohës. Nga se është thënë, nëse Allahu po kërkon prej nesh që ne të mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë si besimtar, atëra ajo që kërkohet prej nesh është që ne të jetojmë si besimtar. Nderuar vëllezër, do doja që përmend, po dua që të përzgjedh ato shprehje që janë më të kapshme, më të mira. Duhet përmend diçka që ndoshta
nga një aspekt edhe mund tjetë paksa e frikshme. Ibn Kathiri, Allah më shiroft, i ka bërë një komentim këtij ajeti që duhet ta kemi të gjithë parasysh. Dhe duhet ta marrim në konsiderat nga se janë domethënie madhore, domethënie që i japin kuptim këtij parimit që ne të vdesim si besimtar. Ka thënë Allahu i madhruar, ka caktuar që njeriu do të vdes ashtu siç ka jetuar. Dhe do të ringjallet ashtu siç ka vdekur. Njeriu do të vdes ashtu siç e ka bërë jetën. Nëse tërë jeta jote ka qenë në adhurim të sinqert për Allahun xhallahu ala, atëherë fundi do të vjen mirë. Por Allah na fal, nëse tërë jetën harame, nëse tërë jetën mëkate, nëse tërë jetën e ka harruar Allahun, si mendon se në momentet e fundit të jetës do ta kujtosh Allahun? Si mendon se gjatë tërë jetës e ke kundërshtuar Allahun xhallahu ala? Në momentet e fundit do t'i bindesh? Prandaj ajo që ne e marrim nga kjo këshill është që tani që jemi gjallë, ta ndryshojmë kursin e jetës, trajektoren e jetës sonë, dhe nga mosbindja, nga kundërshtimi, nga harami, të drejtohemi tek adhurimi, tek bindja, tek ajo që Allahu e kërkon prej nesh. Nga se Allahu na ruaj, nëse vazhdojmë me mëkate, edhe nëse duam që të vdesim si besimtar, mund që Allah të na privoj prej besimit për shkak se një jetë e tërë në gjunahe, një jetë e tërë në mëkate, një jetë e tërë në kundërshtim të Zotit, e pastaj kërkon që në fund ta thua shahadetin dhe të shpëtosh. Prandaj është këshill që ne ta kemi veten tonë në hatër dhe ta rishikojmë gjendjen tonë në mënyrë që të mos jetë dikur vonë, nga se kthem pas vdekjes në këtë botë më nuk ka. Këshilla e fundit, të nderuar vëllezër, është një këshill që është e një rëndësie të veçantë. Muadhi, Allahu qoftë i kënaqur me të, po thotë keni kujdes dhe ruhuni nga lutja e atij që i është bërë zullum. Pra, nëse e keni shkelur të drejtën e dikujt, nëse keni bërë padrejtësi, zullum, keni folur keq, keni shpifur, i keni ngrënë të drejtën dikujt, keni frikë se lutja e tij mund t'ju zëm. Siç e dini, zullumi apo padrejtësia është prej atyre mëkateve që, siç na ka mësuar Muhamedi alayhi salatu wassalam, kanë dënim të përshpejtuar edhe në këtë botë. Pra, krahas dënimit në botën tjetër, njerëzit që bëjnë padrejtësi kanë dënim të përshpejtuar edhe në dynja. Dhe nëse ne i referohemi teksteve kuranore dhe profetike, do të gjejmë kuptime të jashtëzakonshme pse nuk duhet bërë padrejtësi, pse nuk duhet bërë zullum, pse nuk duhet të shkelim të drejtat e të tjerëve. Në radhë të parë, nuk duhet ta bëjmë këtë, nga se Allahu që ne ka krijuar është ai që na ka ndaluar nga padrejtësia, duke na treguar diçka që ka të bëjë me veten e tij. Allahu, siç qëndron në hadith kutsi, ka thënë: "O robërit e mi, unë ja kam ndaluar vetes sime padrejtësinë, dhe të tillë e kam gjykuar edhe në mesin tuaj. Prandaj, mos i bëni njëri tjetrit padrejtësi. Unë jam Zoti juaj, ju kam krijuar, kam mundësi mbi ju, kam mundësi që të bëj çfarë të dua me ju, dhe të mos më merr askush në pyetje për këtë gjë." Dhe me gjithë këtë, Allahu i madhruar ka thënë: "Unë nuk ju bëj padrejtësi. Unë nuk i bëj padrejtësi krijesave të mia. E kam ndaluar padrejtësinë edhe në mesin tuaj. Andaj mos i bëni njëri tjetrit padrejtësi." Nëse Allahu me gjithë mundësitë që ka, nuk është i padrejtë, atëherë ne që jemi krijesa të varura prej tij, që kemi fuqi të kufizuar, përse t'i bëjmë padrejtësi njëri tjetrit? Ne nuk duhet t'i bëjmë padrejtësi njëri tjetrit për shkak se ata që bëjmë padrejtësi
duhet ta kenë të qartë se ndërmjet një njeriu të dëmtuar dhe një dëmtuesi është Allahu te bareke ve teala. Pra dijeni ju që bëni padrejtësi se ky dëmtuari e ka me vetë Allahun te bareke ve teala. E ka Allahun kundër jush. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë kësaj: ittaqu da'wat al-madhlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab. Keni frikë lutjen e madhlumit, këtij që është bërë padrejtësi, sepse ndërmjet kësaj lutje dhe Allahut nuk ka ndonjë pengesë. Madje si qëndron në hadithe të tjera, Muhamedi alayhi salatu wasalam na ka treguar se Allahu xhallahu ala edhe është betuar se do ta ndihmoj njeriu që është bërë padrejtësi. Wa izzati wa jalali la ansurannak walau ba'da hin. Betohem në krenarin dhe madhërin time se ty, o i dëmtuar, do të ndihmoj qoftë edhe pas një koha. E dini kush është betuar? Allahu te bareke ve teala. E dini kush është betuar? Allahu xhallahu ala. Duhet ta kemi parasysh të. Duhet ta marrim parasysh të, nga se ai njeri i cili është dëmtuar prej nesh, nëse ai bën Allahut një lutje kundër nesh, lutja e tij pranohet dhe Allahu po betohet se do t'i përgjigjet. Prandaj të parët tanë, siç për shembull thot Muaviu, Allahu qoftë i kënaqur me të, kanë thënë se ne kemi frikë njeriu që kundër nesh e ka Allahun te bareke ve teala. Ti mund të bësh padrejtësi një njeriu që nuk ka pasuri, që nuk ka pushtet, një të varfër, një skamnore, një të dobti, dhe mendon se ai nuk mund që të hakmerret, ndërsa harron se ky njeri e ka Allahun te bareke ve teala. E ka Allahun i cili është betuar se një ditë do të hakmerret. Ajo që do doja të dashur vëllezër të nderuara motra, ta kemi parasysh është një fakt që ndonjëherë ne e shpërfillim gabimisht. Ndonjëherë shohim njerëz që bëjnë gjunahe, njerëz që konsumojnë raki, njerëz që nuk falen, njerëz që dhe sikur kjo gjendja e tyre na jep guximin që ne ti ofendojmë, fyejmë, t'ju bëjmë padrejtësi, është gabim. Është gabim shumë i madh, për arsye se nëse ne ju bëjmë padrejtësi këtyre njerëzve, pa duke mos qenë të drejtë, pra i shkerim, i shtypim, vetëm pse janë mëkatar, ta dim se lutja e tyre, edhe nëse janë të këtill, pranohet tek Allahu te bareke ve teala. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: da'watul madhlumi mustajabe, wa in kana fajira, fa fujuruhu ala nafsi. Ka thënë lutja e atij që i është bërë padrejtësi është e pranuar. Edhe nëse që ky njeri që ti ke bërë padrejtësi është mëkatar i madh, është gjunaqar i madh. E dini pse, cili është shpjegimi profetik? Fa fujuruhu ala nafsi. Ai ka bërë mëkat, por do të jap llogari vet. Ti nuk do të japësh llogari për mëkatet e tij. Ajo që ka bërë ai është në raport mes tij dhe Zotit. Ai do të gjykohet nga Zoti, ndërsa ti nuk ke të drejtë që duke marrë parasysh këtë gjendje të tij, ta ofendosh, ta fyesh, ti bësh padrejtësi. Nga se është mëkat dhe lutja e këtij njeriu, edhe në këtë gjendje, pra edhe si mëkatar, lutja e tij pranohet. Ajo që nderuar vëllezër do doja ta kemi parasysh është se ndonjëherë ne jemi gafil, të shkujdesur, të pavëmendshëm karshi lutjeve të këtyre njerëzve. Është përmendur nga Ibn Kathiri në librin El Bidaye wa Nihaye se në periudhën e dinastisë Abasite ka qenë një njeri i quajtur me emrin Yahya Bermeki, i cili ka ngjitur majat e pushtetit. Mirë po, pas një periudhe ka përfunduar në burg. Dhe duke qenë në burg bashkë me të birin, ky fundit i biri ka pyetur: o baba, ne kemi pasur pushtet,
kemi pasur pasuri, e shes se si kemi përfunduar? Babai i tij Jahja i tha, o biri im, ne ndoshta i kemi bërë padrejtësi dikujt. Dhe në kohën ku ne kemi qenë gafel, të shkujdesur, të pavëmendshëm, karshi lutjes së tij gjatë natës, Allahu nuk ka qenë gafel karshi kësaj lutje. Allahu ka dëgjuar këtë lutje dhe i është përgjigjur këtij njeriu, prandaj ja ku jemi ne. Nderuar vëllezër, ajo që në përfundim do të doja përmend si përmbledhje të kësaj këshille është që ne duhet fetarin tonë ta zhvillojmë në bazë të mësimeve që na i ka dhënë i dashuri ynë Muhamedi alayhis salatu wassalam. Dalja jashtë praktikave të tij, edhe nëse bëhet me qëllime adhurimi, është lajthitje dhe devijim. Arsyeja pse ne nuk duhet ta bëjmë këtë është se Muhamedi alayhis salatu wassalam me tekst kuranor dhe me fjalët e tij ka qenë model për ne, ka qenë shembull për ne, të cilin ne duhet ta ndjekim. Prandaj, nëse bëjmë diçka që ai nuk e ka bërë, atëherë mund që të përfundojmë në degenerim të tillë. Dhe ato qëllimet e mira që kemi nuk na hyjnë fare në punë. Feja nuk e ngarkon njeriu përtej asaj që mundet. Dhe nuk ka diç në fe që kërkon që njeriu ta maltretoj veten e tij fizikisht, ta dëmtoj, ta ngarkoj përsëri me veten e tij fizikisht. Feja nuk është koncept i mbyllur, fetaria më falni, nuk është koncept i mbyllur dhe i ngulfatur. Feja nuk reduktohet, nuk të kurret në një aspekt për t'i braktisur aspekte tjera. Një fetar është fetar i një mend, vetëm atëherë kur e shtrin fenë e tij në çdo aspekt jetës së tij. Dhe e fundit, ajo që neve na duhet më së shumti për një fetari të mirëfillt është që të ndjekim rrugën e dijes, nga se siç tham, këto këshilla që ky sahabi i nderuar i ka dhënë, janë produkt i ajeteve kuranore dhe i thënieve profetike. I ka mësuar nga i dërguari Allahu xhelala, prandaj ka shfrytzuar rastin dhe i ka këshilluar të tjerët me to. Allahun e lutim që të na udhëzojë në rrugën e drejtë, na mundsoj që të jetojmë me këtë rrugë dhe të vdesim duke qenë i kënaqur ai me ne. Allahun e lutem që neve dhe juve të na ketë në mbrojtjen dhe sigurinë e tij dhe deri në takimin tonë të radhës. Ju përshëndes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.